shkume na. Ja ta kalojmë pak, t'ja kalojmë turistë. Qa po ndodhi zet? Mos më thot ta policia do vish me ne. Policia mua pa tjetër, po si më informuar në të prit me marrë disa protestues tjerë. Po pret marrë emisioni? Po nuk po presin, ato janë, ja mundi mi filmu, po presin që Atëherë na do marrë nga operatori Robert Sani, në kohë reale ne po bëjmë emisionin, kemi polici në distancë, sipas Izetit, sepse Izeti është një nga banorët që ka protestuar, po presin që ta shoqërojnë sepse ka protestuar në rrugë. Tani Izet, do na sqarosh një gjë. E keni lajmëruar policinë sipas rregullave? Ne kemi bën njoftimin se tash për protestë as ju marrim leje, edhe po t'ishte më ju marr leje për protestë nuk do ju marrim leje. Po njoftim keni bërë. Njoftimin e kemi bërë sipas ligjit. Ne na kanë thënë që mos me blloku rrugën se është e palishme, po ne protestën mal nuk e bëjmë dot. Edhe për rrugën jemi të vetëdijshëm mos me blloku nëse ka ne ashtu, po ne kemi një hall të madh. E kemi një hall që na ka përndjek për vite, mos me thonë, për me qenë eksakt, shekull pa 14 vjet. Një shekull që nuk është bën asnjë investim. Një shekull ju luteni për këtë rrugë. Një shekull, se tash në 38-ën, që ka ardhur Italia fashiste. Themi 38, i bie 86 vjet. Pra, i bie që një shekull që ke gjyshi jot, babai jot, gjyshi ti edhe fëmia po luteni për këtë rrugë. Po lutemi për këtë rrugë. Tash ne jemi